Argentina është dhe mi shnon dhe gjitha tregole. pasioni, është mi gjitha profesioni që duhet i dim t'i shikojmë Edhe detyra morale i një gazetari sporti, ha? me veten e tij. Patjetër. Messi barazoi rekordin e Klozes, bëri 3 gola, ku goli parë ishte realisht fantastik, ai Messi që ne njohim. Me Algjerin, ha? 3-1 fitoria, 3-0. 3-0 me Algjerin. Përballë kishte Luka Zidane, që portieri i Algjerisë, që i biri i të madhit, Zinedine Zidane, që ka zgjedhur mbrojtje gjyrat e Algjerisë, por i shpëtoi dhe një kartoni pak a shumë, mund të ishte edhe kartoni kuq, Messi. Se çfarë ndodhi? Një ndërhyrje shumë e ashpër. E Messit? E Messit, po. Si jemi mësuar zakonisht shohim që i ndërhyn Messit për ta ndaluar. Jo, Messit, dhe ai vetë u ndjen faj, po si duket vari ishte me defekt në atë kohë. Argentina pra Baku që konfirmohet, pra me atë titull që ka fituar dhe është një pretendente serioze. Pra, kampionët fuqin fund-fundit. Hynte ai rrethi i dytë, Argentina që është patjetër, nga këto që unë kam parë deri tani, është më lartë se, shumë më lartë se Brazili, sepse vërtet rezultati është 3-0, po loja nuk ishte ashtu, sepse pjesën e parë pati dhe një gol të anulluar për Messin, po pati dhe një gol të anulluar për Algjerin,